Erozioni i brigjeve të lumeve dhe i bregdetit në zonën veriore të vendit po merr për masa gjithnjë dhe më shqetësuese. Sipas ekspertëve të mjedisit, ky fenomen po prek pothuajse të gjithë bregun e Adriatikut, duke nisur nga delta e Bunës, e cila po pson ndryshime të dukshme në konfigurimin e saj. Delta e Bunës është me një dinamikë të jashtëzakonshme, duke qenë se ka qoftë veprimtarinë detare në njërin krah, qoftë edhe sepse është pika kryesore ku derdhet një pjesë e madhe e basenit të rrjetit të lumeve tanë në përgjithësi dhe dinamika e saj ndryshon domethënë shpeshherë konfiguracionin e saj. Përveç ndikimit të ndryshimeve klimatike që luajnë një rol të rëndësishëm në përkeqësimin e situatës, faktorë të tjerë që ndikojnë në këtë proces janë aktiviteti njerëzor, shkatrimi i mbulesës bimore dhe shfrytëzimi pa kontrolluar i lumeve të zonës veriore të vendit. Pjesën e lumeve që vijnë nga zona e Alpeve shqiptare duhet të ketë jashtëzakonisht shumë kujdes për shembull dhe lumi Kir në segmentin e poshtëm të tij, duke ofruar qytetit të Shkodrës, sepse problemet qoftë erozionit, qoftë edhe të mbetjeve, duke qenë se janë lumej mjaft të furishëm që vinë në një harë kohor shumë të shkurtër, krijojnë sidomos probleme në pjesën e poshtme të tyre, domethënë aty ku bashkohet pastaj me pjesën në nyjen hidrografike, me lumin e Drinit e të tjerë me radhë. Ekspertët e mjedisit apelojnë për ndërhyrje të menjëhershme, duke vënë theksin tek domosdoshmëria ndërtimit të pritave mbrojtëse për të mbrojtur tokën bujqësore dhe zonat bregdetare nga erozioni mëtejshëm.